Значи, какви се состојбите со медиумските слободи и слободата на изразувањето во Република Македонија? Vlerësoj se ka një përmirësim të vockël, do të kisha thënë, të lirisë së shprehjes dhe të lirisë së mediave në Maqedoni pas ndryshimeve politike që ndodhin kohëve të fundit në Maqedoni. Vlerësoj se këto ndryshime po ndjehen, po vërehet një zhvillim në kuptimin e rritjes së transparencës së qeverisë dhe organeve qeveritare, ministrive e kështu me radhë. Megjithatë, duhet punohet shumë e më shumë që kjo transparencë të jetë më e madhe dhe të ketë nivelin e duhur që publiku përmes medjave të jetë i informuar për aktivitetet e ndryshme qeveritare, për vendimet e qeverisë, për projektet që kanë në plan të realizoj qeveria, me qëllim që publiku apo qytetarët të mund të marrin vendime meritore për jetën e tyre. Konsideroj se reformat të cilat janë në debat publik për mediat, për sistemin e medjave, reformat legislative sa i përket çështjes së rregullimit të medjave, por edhe aspekte tjera që kanë të bëjnë me mediat, siç është vetë rregullimi dhe puna e Këshillit të Etikës së medjave në Maqedoni, duhet të japin kontribut edhe më të madh që liria e medjave jo të jetë e pakufizuar, sepse liri të pakufizuar nuk mund të ketë, por të jetë e balansuar me përgjegjësi. Çfarë do të thotë kjo? Që liria e medjave të jetë e garantuar në aspektin normativ, juridik, legjislativ dhe të jetë e garantuar me standardet profesionale, siç është kodi etik dhe kjo është e garantuar, megjithatë të ketë edhe në praktik zbatim, sepse ne ka një keqkuptim në përgjithësi në Maqedoni. Liria shpesh kuptohet nga ata që janë kundërshtarët e lirisë, armiqtë e lirisë së medjave, se ajo mund të jetë e pakufishme dhe secili mund të bëj çfarë të dojë dhe secili mund të anatemoj secili mund të shkruaj për tjetrin në aspektin individual, pra të mos merret me idetë, me mendimet dhe pikpamjet e tjetrit, dhe konsideroj se ne jemi në një fazë kapërcimi, në një fazë tranzicioni për një regjimi i cili ishte në të kaluarën, i cili mund të themi se kishte postulate të do të kishim thënë totalitarizmit, sepse ne kishim një kontroll të jashtëzakonshëm të informacionit, të medjave e kështu me radhë, dhe tani jemi në një situatë kur përmes dialogut me komunitetin e gazetarëve, me të gjithë njerëzit të cilët marrin pjesë në krijimin e përmbajtjeve mediatike, të arrijmë në një situatë. Cila është kjo situatë? Që të garantohet ambient juridik, ambient ekonomik, domethënë tregu të jetë i lirë, dhe ambient politik. Partitë politike në pushtet dhe qeveria dhe të gjithë instrumentet e shtetit të lënë të lira mediat dhe të raportojnë jo si duan vetë, pra jo të raportojnë në kuptimin që bëjnë përdorim dhe të kenë përdorim të gjuhës së urrejtjes, fyerjeve, shpifje edhe kështu me radhë, por të kenë një hapësirë të mjaftueshme që ato të funksionojnë në bazë të standardeve profesionale dhe normave etike. Кои се најчестите проблеми со кои новинарките и новинарите се среќаваат? Gazetarët dhe gazetarët ballafaqohen me shumë probleme në Maqedoni. Një ndër to deri më tani ka qenë mos transparenca e politikës e institucioneve, sepse shpesh ne nuk e kemi palën e dytë, sepse për një çështje, për një lajm nevojitet të konsultohen së paku 2 burime të cilat janë të pavarura mes tyre, dhe ne deri më tani kemi pasur informacione, raportime të cilat nuk e kanë pasur palën e dytë. Palën e dytë nuk e kanë pasur, pra burimin e dytë, mediat e kaluara proqeveritare, për shkak se nuk e kanë marrë parasysh mendimin e opozitës, lidhjes socialdemokrate dhe partive tjera opozitare. Ndërkohë që mediat të cilat kanë qenë kritike nuk e kanë marrë parasysh mendimin e qeverisë, jo për shkak se nuk kanë dashur, por për shkak se qeveria ka qenë jo transparente, ka qenë tërësisht hermetikisht e mbyllur dhe nuk
ka qenë e hapur për mediat dhe me të edhe për publikun. Pra kemi pasur një qeveri e cila ka vendos të ketë një komunikim njëkohësh me publikun. Problemi tjetër është problemi i standardeve. Ne kemi gjuhë të urrejtjes, kemi pasur gjuhë të urrejtjes, kemi fyerje, kemi shpifje në media, kemi media të cilat nuk e respektojnë parimin e balansimit në raportim, domethënë që të ketë një baraspesh dhe të përfaqësohen të gjitha grupet shoqërore, politike dhe jo politike në raportim, dhe është edhe një problem tjetër. Domethënë është problemi i mungesës apo mospasjes së fondeve të mjaftueshme financiare që media të zhvillohet në aspektin kuadrovik, në aspektin teknik, teknologjik dhe në aspektet e prodhimit programor, prodhimit të programit cilësor, dhe unë konsideroj që debati publik duhet të prodhoj ide të reja, jo të subvencionon drejt përse drejt nga qeveria përmes reklamave shtetërore, sepse kjo është e tejkaluar, por të gjenden modalitete se si të ndihmohen mediat të cilat do të prodhojnë program ose do të prodhojnë pra përmbajtje mediatike të cilat janë në interes të publikut apo që janë në interes publik, sepse jo çdo herë interesi publik korrespondon me atë që është interes i publikut. Pra mundohem që ta sqaroj këtë, sepse interesi publik është e mira e përgjithshme, e mira shoqërore, e mira që ne të gjithë të jetojmë në një mirëqenie ekonomike, të kemi pluralizëm të ideve, të mendimeve, dhe të kemi demokraci të zhvilluar, dhe normalisht kemi edhe nën sisteme të zhvilluara siç është ai arsimor, kulturor, shkencor e kështu me radhë. Da li вие во Советот за етика или вие лично сте биле или сте под притисок од било како? Unë nuk e ndjej presionin as politik, as presionin e pronarëve të medjave, për shkak se nuk jam aktivisht gazetar. Domethënë, unë jam përfaqësues në Këshillin e Etikës, në komisionin konkretisht të ankesave, i zgjedhur apo në një farë mënyre në konkurs publik i zgjedhur si përfaqësues i shoqërisë civile, sepse unë vi nga domethënë sfera akademike, si përfaqësues i universitetit e kështu me radhë dhe institutit. Dhe në këtë drejtim konsideroj që presionet dhe në përgjithësi ndaj organeve siç është Këshilli i Etikës ose ndaj shoqatës së gazetarëve kanë qenë në të kaluarën në kuptimin e ndikimit ndaj redaksive dhe ndaj pronarëve, ndaj kryeredaktorëve, dhe më pas ai ndikim është shndruar edhe në ndikim ndaj redaktorëve dhe gazetarëve. Ndikimet të drejtë për drejta nuk besoj se kanë ndaj këtyre organizatave, ka pasur normalisht tentime gjithmonë që ta anatemohet puna, sepse ju e dini që ka pasur iniciativë për të themeluar këshill paralel të etikës në media në Maqedoni, të cilin duhej ta udhëheq një gazetare tërësisht anonime me emrin Meri Georgievska, e cila nuk e dim se kush është, ndoshta punon në ndonjë portal, por kjo pak ka rëndësi dhe presionet të këtilla ka pasur. Ju e dini tentimin për formimin e Manit, për formimin e sindikatës paralele e kështu me radhë, dhe në këtë drejtim mendoj që pushteti aktual e ka kuptuar rolin e medjave dhe organizatave mediatike dhe nuk do të tentoj që të bëj presion.